Përshëndetje miq të Baçja Magjike. Sot do të flasim për një perime që pothuajse të gjithë e njohim dhe e kemi në tryezat tona, lakrën. Lakra nuk është vetëm një perime e shijshme, por edhe një burim i shumë vlerave ushqyese. Ajo është përdorur prej shumë kohësh në kuzhinën tradicionale dhe ka një vend të rëndësishëm edhe në mjekësinë popullore. Lakra përmban vitamina dhe minerale të rëndësishme për organizmin. Ajo është e pasur me një larmi substancash të ndryshme të cilat i japin asaj jo vetëm vlerën ushqyese, por edhe mjekuese. Lakra përmban proteina të cilat ndryshojnë nga ato të mishit, peshkut dhe vezëve. Vlera e saj rritet nga prania në të e metioninës, metilometioninës, kolinës dhe betainës, të cilat konsiderohen si faktor lipotrop dhe ndihmojnë veprimtarinë e qelizave të mëlçisë, zgjasin jetën e tyre dhe pengojnë grumbullimin e dhjamit në to. Lakra përmban sterole që paksojnë kolesterolin në gjak, pra veprojnë mirë kundër arteriosklerozës, kripra minerale dhe mikroelement, vitamin C, e cila ruhet në lakrën turshi, vitaminat B1, B2, B6, B12, BC, P, PP, K, A, E, e tjerë, vitamina U me veti të theksuara rigjeneruese dhe antiulceroze e tjerë. Në sajt të kësaj përbërje rekomandohet në ulcerat që vinë nga sekretimi i kufizuar i stomakut, nxit rrjedhjen e lëngut gastrit. Disa autorë e rekomandojnë edhe në sëmundjet e mushkrive. Rekomandohet lëngu që nxirret nga shtrydhja e lakrës së freskët. 1/2 e 1 gote çaji 2-3 herë në ditë para ushqimit, ose i lakrës së freskët të grirë si sallatë, gjithashtu para ushqimit, në çrregullimet e mëlçisë, të fshikëzës, zorrëve, në ulcera, verdhës e tjerë. Gjethet e freskëta të lakrës vendosen mbi kyçet të sëmura nga artriti. Për këtë qëllim rekomandohet edhe kjo formë përgatitje. Gjethet të shtypura të lakrës përzihen në pjesë të barabarta me ujë dhe me lëng limoni dhe vihen në formë llapaje mbi kyçet e sëmura nga artriti. Pakëson ëndjen dhe lehtëson dhimbjet, po kjo formë rekomandohet edhe për mjekim plagësh. Lakra e shtypur e përzier me të bardhë vezë rekomandohet edhe për mjekimin e plagëve nga djegja. Lakra është ushqim i mirë për shëndetin e njeriut, prandaj rekomandohet gatimi i gjellëve me të disa herë në javë. Lakra përmban vitamina dhe minerale të rëndësishme për organizmin. Ajo është e pasur me vitamin C, K, fibra dhe përbërës antioksidant. 8 benefitet e përdorimit të lakrës. Ndihmon në forcimin e imunitetit. Fal përmbajtjes së vitaminës C dhe antioksidantëve, lakra ndihmon organizmin të mbrohet dhe të ruaj funksionimin normal të sistemit imunitar. 2. Mbështet shëndetin e tretjes. Lakra përmban fibra të cilat janë të rëndësishme për një tretje të mirë dhe për funksionimin normal të zorrëve. 3. Ndihmon në ruajtjen e shëndetit të zemrës. Përbërësit ushqyes të lakrës, së bashku me një ushqyerje të ekuilibruar, kontribuojnë në kujdesin ndaj shëndetit të zemrës. Është e pasur me antioksidant. Antioksidantët ndihmojnë organizmin të përballet me stresin oksidativ dhe janë pjesë e një diete të shëndetshme. 5. Ndihmon në ruajtjen e shëndetit të kockave dhe mpiksjen normale të gjakut. Vitamina K që gjendet në lakër ka rol të rëndësishëm në këto procese të organizmit. Ka shumë pak kalori dhe është ushqyese. Lakra është një zgjedhje e mirë për ata që duan ushqime me vlera ushqyese dhe të lehta. Përdoret në shumë mënyra në kuzhinë. Mund ta konsumojmë të freskët në sallata, të gatuar, në supa, gjellë ose si turshi. Lakra turshi është një traditë e vjetër që ruan shijen e kësaj perimeje edhe gjatë dimrit.
Ka një histori të gjatë përdorimi tradicional. Gjethet e lakrës janë përdorur prej brezash në mënyra popullore për kujdesin ndaj disa shqetësimeve të zakonshme. Përveç vlerave ushqyese, lakra është edhe një bimë interesante për të rritur në baçe. Ajo kërkon kujdes, ujitje të rregull dhe tokë të pasur, por shpërblimi është një perime e freskët që e kemi nga kopshti ynë. Nëse keni baçe, më tregoni, a e mbillni lakrën dhe si u ka ecur këtë vit? Mos harroni të lini një koment dhe të ndani përvojën tuaj me ne. Ju falenderoj që më ndiqni dhe ju uroj shëndet dhe punë të mbar në kopshtet tuaja.